بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Në dersën e tefsirit kemi filluar mi cek ato dobit cilat i nxjerrën prej përshkrime që Allah subhanahu wa taala ja u bën veprave të pabesimtarëve. A ku thot se veprat e tyre, pra ajetin kuptim është, janë sikur errësirat që janë deti, cilat e mbulojnë njëra tjetrën, pastaj mbi ato errësira vijnë rreth, cilat e mbulojnë tërësisht dritën e diellit, edhe ai i cili është në atë fundin e detit nuk ka mundësi kurse me arrit drita, pra qëllimi është drita e udhëzimit. Dhe kemi thënë që pi dobive është se Allah subhanahu wa taala në këto ajete ose në këtë ajet tregon se Allah është ai i cili ja vulos zemrat e besimtarëve dhe ja mbyll vesht edhe sytë e tyre, edhe nuk ka mundësi që ata me dëpërtu ose në zemrat e tyre me dëpërtu drita e imanit. Edhe kemi thonë që për më kuptu kjo ma mirë, dohet mi kuptu disa gjëra tjera, disa çështje tjera, disa gjëra që i paraprin kësajna, se si ka mundësi që Allah subhanahu wa taala më avulos njerit zemrën edhe me lënë devijim. Pastaj dersën e kaluam kemi thonë që kjo ka të bëjë me kaderin. Do duhet kuptuar s'pari kaderi e pastaj të kuptohet kjo çështje. Edhe kemi sqaruar ato simbolet, shenjat, veçoritë më të rëndësishme të kaderit. Kjo ka qenë meselja e parë që për më kuptu kjo çështje do të kuptohet s'pari kjo. Kurse e dyta, kemi thonë që do të mos harru se çka është për qëllim kur Allah subhanahu wa taala i shkruan veprat e robërve të tij, apo çka është për qëllim vepra e Allah subhanahu wa taala apo shkrimi i këtyre veprave të Allah subhanahu wa taala kundër robërve të tij. Nëse ja vlen më shpreh kështu. Pra, qëllimi me dersën e sotshme është me sqaru një pjesë të kadereve të Allah subhanahu wa taala. Se kaderet e Allahut janë shumëta. Mirë po sonte do të sqarojmë inshallah vetëm një pjesë ajo ka të bëjë me kaderet që kanë të bëjë me njerëz apo me gjend. Pra kaderet që kanë të bëjnë me veprat e njerëzve apo me veprat e Allah subhanahu wa taala, të cilat janë kundër njerëzve. Pra këto janë dy lloje. Pra ose janë veprat cilat njerëzit kanë vepruar me zgjedhjen e tyre, e cilat Allah subhanahu wa taala i ka shkruar, apo janë veprat e Allah subhanahu wa taala, cilat pastaj vijnë si rezultat i veprave të njerëzve. E këto hyn ajo që tha më herët, që Allah subhanahu wa taala për shkak se njerëzit e kanë zgjedhur devijimin, Allah pastaj i ka devijuar ata. Po për shkak se njerëzit e kanë zgjedhur humbjen, po disa prej tyre, pa besimtar, Allah pastaj ka lënë humbje ata. Dhe për shkak se ata e kanë zgjedhur kufrin, Allah pastaj ja ka volos, pra si rezultati i vetë zgjedhjes njerëzve, Allah subhanahu wa taala ja ka volos zemrat e tyre. Pra, sonte do të flasim për pjesën e parë, ajo është veprat e robërve të Allahut, të cilat Allah subhanahu wa taala e ka ditë se çka do të veprojnë ata para se ata të veprojnë ato. Pra Allah subhanahu wa taala e ka ditë se çfarë vepra do të veprojnë njerëzit para se ata të veprojnë ato. Pra përcaktimi i këtij lloji të veprave arrihet duke pohuar se Allah subhanahu wa taala, po duke pohuar dijen e Allahut për këto vepra, pastaj me dije që e ka ditë Allah subhanahu wa taala për veprat e tyre i ka shkruar ato vepra, Lauhul Mahfuz, e pastaj kur ka ardhur koha e gjeli afati për në ndodh ato vepra, Allah ka dhënë leje me ndodh ato, e pastaj i ka kriju shkaqet për me lehtësu ndodhin e tyre, edhe i ka largu pengesat. Do i ka kriju shkaqet edhe i ka largu pengesat, që ajo në cilën Allah subhanahu wa taala ka ditë, e ka shkruar dhe i ka dhënë leje, i ka dhënë izë për me ndodh, ajo pastaj ka ndodh, do thot me lejen e Allah subhanahu wa taala. Pra çfarë lidhje ka ky përcaktim ose përcaktimi ose paracaktimi këtij lloji të veprave me dijen e Allah subhanahu wa taala. Pra ndersën e kalum, pra dersën e tefsirit kemi thonë që
e kemi sqaruar edhe tash që u cak më herët se Allah subhanahu wa taala për veprat e robëve i ka ditë ato para se me i vepru, pastaj në bazë dijes tina Allah subhanahu wa taala i ka shkruar ato në Lauhul Mahfuz, pra në pllakën apo në librin e ruajtur. Mirë po ajo që është më rëndësi me ditë është se dija e Allah subhanahu wa taala për veprat e robëve, gjithashtu edhe shkrimi aty në veprave në Lauhul Mahfuz, pra në atë librin e ruajtur që është te Allah subhanahu wa taala, kjo nuk ka kurfar ndikimi, s'ka kurfar efekti në veprat e njerëzve, pra ndodhjen apo mos ndodhjen e tyre. Pra dija Allah subhanahu wa taala edhe shkrimi për këto vepra, dhe shkrimi aty në veprave nuk ka kurfar efekti në ndodhjen aty në veprave apo pengimin mos ndodhjen e tyre. Për arsye se dija pavarësisht pra është e fshehur brenda dikujna apo është e shkruar në libër, kjo nuk ka kurfar efekti në objektin apo në informat. Për këtë arsye, dietarët kanë thënë se dietarët e Elusunetit kanë thënë se dija Allah subhanahu taala si cilësia e Allahut nuk e kanë llogarit ose se kanë konsideruar prej cilësive veprore të Allah subhanahu taala. Po nuk është prej cilësive me cilat vepron Allah subhanahu taala te robët e tina. Kjo është shumë e rëndësishme e ditë. Do dija Allah subhanahu taala edhe pse e ka ditë që robët e tina çka kanë vepruar, kjo nuk ndikon fare në në ndodhin apo mos ndodhin aty në veprave. Për këtë Khatabi, një prej dietarëve të hershëm, Allahu mëshiroft, thot: "Wa qad yahsabu kathiru min an-nas anna ma'na al-qadari min Allah wal qada minhu." Po shumë prej njerëzve mendojnë se kuptimi apo domethënia qadas dhe kaderit të Allah subhanahu wa taala është el-ijbaru wal qahru lil 'abdi ala ma qadahu wa qadar. Po mendojnë se kader do të thotë që Allah i ka imponu apo i ka detyruar njerëz në atë që ka bë kader apo ka bë qada. Pra në atë që ka paracaktuar apo ka vendosur dhe ka gjikuar me ndodhaja. Mirë po thotë walaysa al-amru fi dhalika ala ma yatawahhamunahu. Mirë po nuk është çështja ashtu që hamendojnë ata, që ja ka marrë mendje. Pra Allah subhanahu wa taala se ka imponu as e ka detyruar askënd në kaderin e kadan e tina. Mirë po që është qëllimi i kaderit dhe i kadas, thot, ose që është kuptimi, thot, wa inna ma ma'nahu al-ikhbaru an taqaddumi ilmi Allahi subhanahu bima yakunu min af'ali al-ibadi wa aksabihim. Qëllimi i kaderit është, ose kuptimi i kaderit, thot, është vetëm me tregu se Allah subhanahu wa ta'ala e ka ditë se çka do të veprojnë robët dhe çka do të punojnë ata. Kjo është qëllimi i kaderit. Wasuduriha an taqdirin minhu. Edhe thot Allah subhanahu wa taala ka dashur me tregu robëve që gjitha këto vepra që i bëni jo më herët janë paracaktuar prej Allah subhanahu wa taala. Wa khalqin laha khayraha wa sharraha, thot Allah i ka kriju ato të mirat ose të këqijat. Kjo është qëllimi i kaderit. Jo që Allah subhanahu wa taala i ka imponu njerëz apo i ka detyruar sipas asaj që ai ka bë kader apo ka gjikuar me ndodh. Disa dietar do thot pas këtyre fjalëve të Khatabit thonë, vazhdojnë sharime të tjera dhe thonë: "Wa ilmu Allah subhanahu bima sayaqa wa wuqu'uhu hasba hadha al-ilm la ta'thira lahu fi iradati al-'abd." Thot dia Allah subhanahu taala për atë që do të ndodh, pra në të ardhmen. Gjithashtu edhe ndodhja kësaj vepre apo kësaj gjëje sipas dijes të Allah subhanahu taala, thot krejt kjo nuk ka kurfar ndikimi, s'ka kurfar efekti në dëshirën e njeriut. Pra kjo nuk ndikon të dëshira e njeriut me zgjedh atë që don ose me dëshiru atë që don. Pra di Allah subhanahu taala nuk ka kurfar efekti, s'ka kurfar ndikimi këto. Fa innal ilma sifatu inkishafin la sifatu ta'thirin. Para arsye se thot dia është cilësi e cila do thot zbulohet në momentin kur din diçka. Nuk është cilësi e ndikimit. Mirë po kjo thënie këtij dietari do të mos sqaru pak më shumë. Se dia është cilësi, do thonë cila shfaqet në momentin kur e din në informat, kjo nuk është për Allah subhanahu taala, këtë kuptim. Kjo është për robën. Për arsye se esenca e njeriu është ignoranca.
Pra Allah subhanahu wa taala thot: "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a." Allahu ju ka nxjerr juve pe barshave të nanave të juve, duke mos ditur ju asgjë. Do thot njeriu ka lind pa kur fardije. S'ka pas as dijen elementare. O yankshfu, pastaj njeriu ngadal duke mësu fillon me zbulu gjëra treja. Do fillon me ditë. Do thotë te njeriu mundet me thonë që dija është cilësi e cila zbulohet në momentin kur do thotë i vjen një informat apo një dija rreth një çështje caktuar. Mirë po jo për Allahun. Se për Allahun nuk ka, do thotë gjëra treja të cilat kanë qenë të fshehura, pastaj Allah i ka ditë. Atë Allah subhanahu wa taala ka ditë çdo gjë, edhe din çdo gjë, edhe do thotë e din të ardhmë çdo gjë që do ndodh, do thotë në detajet e saj deri në pafundësi. Kjo është për njeriu. Mirë po, do të kuptimi i kësaj në mënyrë të përgjithshme, të pakufizuar, në mënyrë të pakurzuar, do të kuptimi i kësaj shprehje. Domethënia e saj në mënyrë do thotë pakufizuar apo mënyrë të përgjithshme, e cila pastaj gjithashtu domethënia e cila zhveshet prej veprimit apo ndikimit, do thotë qëllimi është se dietari me ditë diçka pasi është zbulu gjendja e atij ose i ka arrit informata për dikon në momentin kur i ka ardhur dija, do thotë i ka shfaq atij dija, në këtë kuptim do në mënyrë të përgjithshme apo të kufizuar mundu me thonë që kjo është e saktë edhe për Allahun subhanahu wa taala. Edhe pse si thamarët Allah e din çdo gjë që ndodh. Mirë po qëllimi i kësaj edhe këtij dietare ose këtyre fjalëve dietarit është me tregu se dija Allah subhanahu wa taala për veprat e robëve, kjo nuk ndikon fare në veprën e robët, ako me ndodh ajo apo nuk ka me ndodh ajo. Do mos që në obokja e qartë, atëherë na duhet me ditë se fillimi i veprës të robët, atë shedin e gjithë është dëshira tina, pa për me vepru diçka. Pastaj vjen vendosja, pra masi që dëshiron njeriu vendos me bë një vepër. Pra Allah subhanahu wa taala e din dëshirën e robit, mirë po pastaj vjen pyetja, a kërkon urtësia Allah subhanahu wa taala që më mundsu këtij robi me bë atë vepër apo nuk e kërkon këtë. Pra Allah subhanahu wa taala thot inna hadhihi tadhkira. Dhe këto që apo përmend në Kur'an janë vetëm për kujtime për njerëz. Faman sha'a takhadha ila rabbih sabila. Ai që dëshiron, po këto Allah subhanahu wa taala ka pohu dëshirën për robën. Atëherë thot le të merr rrugën e tij për të Zotit, për të Allah subhanahu wa taala, për të Zotit i tij. Le të ndjek rrugën e Allah subhanahu wa taala. Mirë po vazhdon ajeti thot wa ma tashauna illa an yasha Allah. Mirë po ju keni mundësi me dëshiru diçka, pavarësisht se atë dëshiron Allah subhanahu wa taala. Edhe ajeti përfundon thot inna Allaha kana aliman hakima. Thot vërtet Allah ka qenë i dijshëm, edhe ka qenë i urtë. Pra Allah subhanahu wa taala ka qenë i dijshëm, e din çka dëshiron robi. Edhe mbasoj dije ka shkru dëshirën ose dëshirat e robëve të tij ka shkru këtë. Mirë po pastaj a kërkon pra urtësia Allah subhanahu wa taala me u mundsu robit me vepru këtë vepër apo nuk e kërkon këtë. Po disave Allah subhanahu wa taala ja u lejon edhe ja u mundson me vepru atë që dëshiron, e disave jo. Ati cilit Allah subhanahu wa taala dëshiron me ndodh diçka, pra vullneti Allah subhanahu wa taala don që ai me vepru ata, atëherë Allah subhanahu wa taala ja shkruan mënyrën edhe rrugën përmes cilave ai arrin me bë atë ose me vepru atë punë atë vepër. Ati cilit nuk ja lejon me vepru atë vepër, atëherë Allah subhanahu wa taala i shkruan shkaqet edhe arsyet të cilat e pengojnë njeriu, do thot bën pengesë mes tij dhe mes veprës tina. E kjo do thot ndodh sipas dijes ose sipas asaj që e kërkon dija edhe urtësia Allah subhanahu wa taala në raportin apo sjelljet e tij me robët e tina. Pra për me kuptu këto do të me kuptu edhe lidhjen që është mes veprave të robërve edhe dëshirës kozmologjike të Allah subhanahu wa taala apo dëshirës krijuese të Allah subhanahu wa taala. Pra dëshira apo vullneti i Allah subhanahu wa taala me cilën ai sjellën ndaj robërve të tij. Allahu
Pra dëshirë me cilën ai sillet ndaj robërve të tij. Apo dëshirë për me cilën ai ka raport me robët e tina, për me kuptu këtë dëshirë, këtë vullnet Allah subhanahu wa taala, atëherë do të më marrë në konsiderat disa çështje, disa gjëra, cilat i kërkon ose i kërkojnë cilësitë e Allah subhanahu wa taala, edhe atë që Allah subhanahu wa taala ka bë obligim vetes tina. Pra e para për këtyne gjërave që do të më marrë në konsiderat është dija edhe urtësia e Allah subhanahu wa taala. Pra dija edhe urtësia e Allah subhanahu wa taala. Pra atë që ka dashur Allah subhanahu wa taala. Mos e kalon kerrën ai kush kesh. Pra lejen cilën Allah subhanahu wa taala ja u ka dhënë robëve të tina, edhe ka dashur me u dhënë këtë leje në vep kur ata kanë dashur me vepru punë ose veprat e tyre. Pra Allah subhanahu wa taala u ka dhënë leje, ka dashur me u dhënë këtë leje, ose nuk ka dashur me u dhënë këtë leje, s'ka dashur me u dhënë këtë izë, ose veprat cilat Allah subhanahu wa taala i ka shkruar, pra si rezultat që tha më herë, si rezultat i veprave të njerëzve. Pra Allah subhanahu wa taala i ka dëshiruar këto, edhe i ka caktuar këto vepra kundër njerëzve, ç'është është gjithashtu po themi nëse lejohet më shprej kështu, vulosja e zemrave të tyre apo mbyllja e veshëve dhe syve të tyre. Këtë kjo do thot ka ndodhur me dijen e Allah subhanahu wa taala edhe me urtësinë e tij. Me dijen e Allah subhanahu wa taala edhe me urtësinë e tij. Për këtyne veprave të robërve gjithashtu është edhe humbja e tyre, apo kur ata i marrin shkaqet e shkatrimit, pra devijimit edhe lajthitjes, apo i veprojnë shkaqe të cilat pastaj kërkojnë detyrimisht që me ardh vulosja e zemrave dhe veshëve të tyre. Do thotë që kjo pastaj kemi thënë që është për veprave të Allahut subhanahu wa taala. Pra për këtë Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa ma tashauna illa an yasha Allah, inna Allaha kana aliman hakima." Pra këtë kjo ndodh me dijen edhe urtësinë e Allah subhanahu wa taala. Pra Allah po thotë ju nuk keni mundësi me dash diçka, me dëshiru diçka, përveç nëse këtë dëshiron Allah subhanahu wa taala. Allah vërtet Allah ka qenë i dijshëm, i gjithdijshëm, edhe ka qenë i urtë. Pra që është qëllimi këtë sqaron Abdurrahman as-Saidi, thon dietari i njohur, Allah më shëroft, i cili sqaron se udhëzimi i atij i cili ka ndjek, pra është udhëzu vetë spari, udhëzimi i tina. Pra në dersën e kaluar kemi sqaruar që kur njeriu udhëzohet, pastaj Allah udhëzon ato. Ose humbja e atina ose devijimi i atij i cili vetë ka zgjedhur devimin, krejt kjo bëhet me dijen edhe urtësinë e Allah subhanahu wa taala. Pra çka thot? Inna Allaha kana aliman hakima. Vërtet Allah ka qenë në fund të ajetit që u cek është i gjithdijshëm, edhe është i urtë, thot ky dietar falahul hikma fi hidayati al-muhtadi wa idlali ad-dal. Thot kjo tregon se Allah i takon i gjithë urtësia në udhëzimin e atij që ka zgjedhur udhëzimin, ose në humbjen ose devimin e atij në cili ka zgjedhur humbjen. Kurse Ibn Jarir, një prej mufesirave më të hershëm, do thot pe muslimanët, pe dietarët të parë, al-Islam, kur e sqaron këtë ajet, do thot tregon se Allah subhanahu wa taala është ai i cili ka parasaktuar për robët e tina atë që ata kanë dëshiruar, do thot atë që ata kanë vepruar pe veprave të tyre. Mirë, po gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka zgjedhur edhe ka parasaktuar për ta edhe pasojat apo rezultatin e asaj që ata kanë zgjedhur, thot udhëzimin apo humbjen. Thot falan li'adu minkum ahadun ma sabaqa lahu fi ilmihi bi tadbirikum. Thot askush prej juve nuk ka mundësi me dal prej asaj që ka ekzistuar ose i ka parapri në dijen e Allahut subhanahu wa taala, e pastaj Allah subhanahu wa taala ka bë kader këto. Pe ajeteve të cilat e sqarojnë se dëshira Allah subhanahu wa taala në sjelljet apo raportin e tina me robët e tina, këtë kjo do thot e përfshin urtësia Allah subhanahu wa taala, urtësia e cila pastaj e përfshin dijen e Allah subhanahu wa taala. Do ata e ka ditë çka do të veprojnë, edhe e ka ditë
se kush është ai i cili meriton shpërblimin e Allah subhanahu wa taala, pra udhëzimin, apo kush është ai i cili nuk e meriton këtë, pra pe ajeteve është se Allah subhanahu wa taala ka thënë fe yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha. Allahu e lën humbje apo e devion atë që don, edhe udhëzon atë që don, wa huwa al-azizul hakim. Edhe Allahu është i gjithfuqishëm, mirë po është edhe i urtë. Pra çka do thotë është i urtë? E din, që kemi sqaruar ndër të kaluar, e din kush e meriton udhëzimin dhe kush nuk e meriton ato. Prandaj sigur Allah subhanahu wa taala ta kish udhëzu dikon i cili nuk e meriton udhëzimin, atëherë kjo nuk i shkon Allah subhanahu wa taala, se sa është i urtë, është i gjithdijshëm. Prandaj Allah subhanahu wa taala udhëzon atë që e meriton udhëzimin, kurse e lën humbje atë i cili e meriton humbjen. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala thot inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi. Thot vërtet Allah, pra Zoti yt e din më së miri kush devion për rrugës tina, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dhe ai e din më së miri kush është i udhëzuar. Pra Allah e din më mirë kush e ka zgjedh devimin me dëshirën tina dhe kush e ka zgjedh udhëzimin. Prandaj Allah ose atë parën e udhëzon, kurse të parën e lën humbje, kurse dytën e udhëzon. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala thot inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Do të ajet kuptim ngjajshëm me ajetin paraprak. Kurse Allah subhanahu wa taala thot innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. I thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ti nuk i mundsi me udhëzu atë që don, që dëshiron ti. Pra nuk është as në dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as në dorën tonë me udhëzu ata që dëshirojmë ne. Për arsye se ne nuk e dim, as nuk kemi mundësi, mirë po edhe nuk e dim kush e meriton udhëzimin, kush është ai që e din këtë, Allah subhanahu wa taala. Prandaj Allah po thot në fund wa huwa a'lamu bil muhtadin. Edhe Allah e din më mirë kush është ai i cili është udhëzuar dhe ka zgjedhur udhëzimin për rrugën tina. Gjithashtu për kësaj kuptohet që Allah e din më mirë për atë që nuk e ka zgjedhur udhëzimin, e ka zgjedhur humbjen. Prandaj atë që zgjedh udhëzimin Allah subhanahu wa taala udhëzon, kurse atë që zgjedh humbjen Allah subhanahu wa taala e lën në devijim. Këtë më së miri sqaron do të ajetet të cilat tregojnë për urtësinë e Allah subhanahu wa taala, edhe tregojnë se kjo urtësi përmban apo përfshin dijen e Allah subhanahu wa taala, pra ka ditë më herët se çka do të veprojnë robët e tina, edhe pastaj Allah subhanahu wa taala i ka kriju shkaqet që më ia mundsu njeriu të më dhon sukses hajrin, apo më ia mundsu hajrin të mirën, apo mos më ia mundsu këto. Gjithashtu ja ka lesu atij i cili do thot ndijen Allah subhanahu wa taala o shkon i njohur që ka më zgjedh të keqen, e Allah subhanahu wa taala ja ka lesu këtij të keqen. Pra me vepru ato ja ka lesu shkaqet, apo e ka mbrojt për asoj të keqe. Pra Allah subhanahu wa taala thot fa amma man a'ta wattaqa. Sa i përket atina i cili ka dhënë shumë për hir të Allah subhanahu wa taala, dhe ka qenë i devotshëm, është rujt për gjinoheve, ka qenë njeri i ruajtur. Wa saddaqa bil husna, edhe ka besu të mirën, pra qëllimi të mirën ka besu të vërtetën që ka ardhur prej Allah subhanahu wa taala. Fa sanuyassiruhu lil yusra, thot Allah, ne do t'ja lehtësojmë këtina rrugën për të ajo që është më e lehta, për të e vërteta. Kena më lehtësuar rrugën për të e vërteta. Po për atë rrugë që ka zgjedhur ai vet. Wa amma man bakhila wastaghna, kurse ai i cili ka qenë koprac, edhe ka konsideruar veten që është nuk ka nevojë për Allah subhanahu wa taala, por që është i pavarur prej Allah subhanahu wa taala. Wa kadhaba bil husna, edhe ka përgënjeshtruar të vërtetën, thot fasanu yassiruhu lil usra, thot edhe ne do t'ja lehtësojmë rrugën e tij për të vështirën, pra do t'ja lehtësojmë rrugën e tij për në xhenem. Kjo është pra këto ajete më së miri e sqarojnë sa atë urtësinë e Allah subhanahu wa taala, edhe që Allahu do thot sjelljet e tij në raport me njerëzve këtë janë të bazuar në urtësinë dhe dijen e Allah subhanahu wa taala para prake. Pra Allah ka ditë kush e zgjedh rrugën e hajrit dhe kush e zgjedh rrugën e sherrit. Gjëja e dytë që duhet me ditë është për mes cilës do të kuptohet vullneti dhe dëshira e Allahut kur ai ka bërë kader ose i ka parasaktuar veprat e robërve, është se Allah subhanahu wa taala është i drejtë. Pra Allah subhanahu wa taala nuk i bën padrejtësi askujt.
Allah subhanahu wa taala është i drejtë, pa drejtësia e tij është absolute, edhe Allah subhanahu wa taala nuk i bën pa drejtësi askujt për robët e tij, për arsye se Allah ja ka bë haram, ja ka ndalu vetes pa drejtësinë. Pra ja ka ndalu vetes zullumin, i bë pa drejtësi dikujt për robët e tij. Pra Allah subhanahu wa taala thot inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra. Allah nuk i bën pa drejtësi askujt qoftë edhe sa një grims më e vogël. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Thotë nëse një njeri e bën një vepër të mirë, sa do të vogël, thotë Allah shumë fishon ato. Pa Allah nuk i bën pa drejtësi askujt. Mirë, po ai që i bën të mirë, Allah ja shumë fishon ato prej mirësisë tina. Wa yu'ti min ladunhu khayran 'azima. Thotë edhe jep njeriu të hajër, i jep të mira të shumta. Edhe thotë wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Thotë edhe njerëz në ditën e gjykimit, çdo gjë që kanë vepruar do ta gjejnë para vetes. Çdo gjë, qoftë edhe do thotë vepra më e vogël, këtë kanë me gjetë shkruar para vetes. Mirë po thotë wala yadhlimu rabbuka ahada, edhe Zoti yt nuk i bën pa drejtësi askujt. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala thot man amila salihan fali nafsihi, ai cili e bën një vepër të mirë, kjo është për veten e tij. Pra se ke bën një vepër, wa miha, ai që ka bën një vepër të keqe, e ka bën kundër vetes tij. Prap nuk i bën, ti nuk e dëmton Allah subhanahu wa taala asgjë me këto vepra të këqija që i bën. Allah thot Allah thot wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Edhe Zoti yt nuk është i padrejt ndaj robërve të tij. Thot Allah subhanahu wa taala nuk i bën padrejtësi askujt në atë që ka bë kader, në atë që ka paracaktuar. Po përveç dijes së urtësisë të Allah subhanahu wa taala, duhet kësaj t'ja bashkangjesim edhe drejtsinë Allah subhanahu wa taala. Pa drejtsinë absolute të Allah, që Allah nuk i bën pa drejtësi askujt për robërve të tina. Pra në atë që ka caktuar, e ka paracaktuar dhe ka shkruar në Lauhul Mahfuz që do të ndodhë. Gjithashtu pejgamberi sa transmeton hadithin kutsi, po hadithi i cili është prej Allah subhanahu wa taala, ku tregon se Allah subhanahu wa taala ka thonë ja ibadi, o robët e mi, inni haramtu dhulma ala nafsi, thotë ja kam bë haram, ja kam dalu zullumin, pa drejtsinë vetes time. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, edhe kam bë haram, ndaluar që ju më bë pa drejtsinë njëri tjetrit. Prandaj thotë mos i bëni pa drejtësi njëri tjetrit, mos i bëni pa drejtsinë njëri tjetrit. Çështja e tretë që do të kuptuar në këtë apo çështja e tretë që do të marr parasysh se si do të kuptohet dëshira dhe vullneti i Allah subhanahu wa taala, e cila i paraprin vullnetit dhe dëshirës të njeriu, është mirësia e Allah subhanahu wa taala. Pra që Allah subhanahu wa taala aty në robërit e tij që janë burra të mirë, që janë muslimanë të mirë, që janë devotshëm, Allah subhanahu wa taala i jep aty në mirësive tina. Pra i jep më shumë se sa që i jep tjerëve. Pra për mirësisë tina, për urtësisë që ka Allah subhanahu wa taala, mëshirës, falënderimit, për arsye se Allah e falënderon robën nëse ai bën vepra të mira. Edhe pse Allah nuk ka nevojë që të marrë për veprat e robit mirë, po nëse ti bën vepra të mira, atë Allah prej urtësisë, mëshirës, falënderimit edhe mirësisë tina është që t'jep edhe më shumë për të mirave tina, pra t'jep më shumë prej dhuntive tina. Pra Allah subhanahu wa taala thot hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Thotë nuk është shpërblimi i mirësisë vetëm se mirësia. Pra nëse dikush bën mirë, atëherë gjithsesi ka me gjetë mirë te Allah subhanahu wa taala. Pra Allah gjithsesi ka me dhënë pi mirësisë tina. Nëse dikush është bamirës. Pra Allah subhanahu wa taala ka dasht, ka dëshiru, vullneti tina ka qenë që më ia lehtësu atyne të mirëve, ata që bajnë vepra të mira, më ia lehtësu rrugën për të e mira. Që tha më herët, më ia lehtësu rrugën për të e lehta, pra për në xhenet. Edhe do thot për mirësisë tina Allah subhanahu wa taala ka dëshiruar që atyne më ia dhon sukses në hajër, më ia dhon sukses, më ia mundsu me vepru punë të mira, me vepru punë të hajrit. Edhe Allah subhanahu wa taala për mirësisë tina ka dëshiruar që atyne më ia ushtu edhe më shumë udhëzimin, edhe më ia ushtu edhe më shumë përqendrimin në fenë Allah subhanahu wa taala. Këtë kjo do thot është për mirësisë dhe mëshirës të Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo, çu sharum deri tash, është në përputhje të plot me veprat e mira të Allah subhanahu wa taala.
Do thotë me veprat e mira të Allahut, mirë po gjithashtu edhe me veprat e mira të robërve, pra që i veprojnë ata. Po nëse ata bëjnë vepra të mira, Allah subhanahu wa taala ju shton pi mirësisë tina, ju shton ju jep edhe më shumë pi të mirave tina. Allah subhanahu wa taala lidhe me këtë thotë walakin Allah habbaba ilaykumul iman. Dhe të mirë po Allahu juve ju ka bërë dashur në zemrat e juve imanin. Wa zayyanahu fi qulubikum, edhe ju ka zbukuruar në zemrat e juve. Ju ka bërë dashur edhe ju ka zbukuruar imanin në zemrat e juve. Kështu thot Allah subhanahu wa taala. Wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal i'syan, edhe ju ka bërë gjëra të rryera kufrin, mosbesimin, shthurjen, gjërat e pamoralshme, gjërat e këqija, wal isyan edhe mosbindjen, apo mëkatin ndaj Allahut edhe pejgamberit sa. Ulaika humur rashidun, thot Allah këta janë, apo ata janë cilët janë të udhëzuar. Ata janë cilët Allah subhanahu wa taala ka bërë dashur ose të rryra këto gjëra, thot janë të udhëzuarit. Qysh kështu thot fadlen min Allahi wa ni'ma. Kjo thot është prej mirësisë dhe hirit të Allah subhanahu wa taala ndaj tyre. Prej mirësisë dhe hirit Allah subhanahu wa taala ndaj tyre. Pse kështu? Thot wallahu alimun hakim. Allah është i gjithdijshëm, edhe është i urtë. Pra Allah e din kush vepron vepra të mira, prandaj edhe ja u zbukuron, edhe ja u shton edhe më shumë, edhe ja bën më dashur imanin, besimin edhe veprat e mira në zemrat e tyre. Edhe ja bën të rrejtura kofrin, mosbesimin, do thot, gjinahet edhe mëkatet. Ibn Xherir në lidhje me këto ajete thot, Allah më shëroft, wa qawluhu fadlan min Allahi wa ni'ma. Sa i përkat thot fundit të ajetit ku Allah subhanahu wa taala thot, kjo është për mirësisë dhe hirit të Allah subhanahu wa taala ndaj tyre, thot kjo është qëllimi se wa yaqulu lakin Allah habbaba ilaykum al-iman, thot Allah po tregon se këtë dashurinë që kanë bjen në zemrat e besimtare për imanin. Wa an'ama alaykum hadhihi an-ni'ma, thot Allah ja ka dhënë juve këtë mirësi, pra shokët pejgamberit sa. Allati addaha fadlan minhu, cilën do thotë ka llogaritë dhe ka konsideruar Allah subhanahu wa taala për mirësisë tina ndaj robërve. Wa ihsanan wa ni'matan minhu an'amaha alaykum, edhe llogaritë si dhunti që Allah subhanahu wa taala ju ka dhënë sahabeve. Thot në fund po thot wallahu alimun hakim, dhe Allah është i gjithdijshëm, është i urtë. Yaqulu wallahu dhu ilmin bil muhsin, sa qëllimi është me tregu se Allahu e din kush është vepër mirë. Dhu ilmin bil muhsin minkum min al musi, thot e din cili prej juve është vepër mirë, cili prej juve është vepër keq. Prandaj atij që është vepër mirë, pi mirësisë tina Allah subhanahu wa taala i shton edhe jep edhe më shumë, do thot pi mirësive tina. Wa man huwa li ni'amillahi wa fadli ahl. Gjithashtu Allah thon në fund ajetit po tregon se Allahu e din kush është ai i cili e meriton mirësinë, i cili meriton mirësitë edhe dhuntit e Allah subhanahu wa taala. Wa hikmatin fi tadbirihi khalqahu. Thot Allah gjithashtu është i urtë, ka, do thot urtësia tina në atë drejtimin e çështjeve, gjërave të robërve të tij ose të krijesave tina, Allah subhanahu wa taala e ka urtësinë absolute. Wa sarfi iyahum fi ma sha'a min qada'ihi, thot Allah subhanahu wa taala i drejton ata, pra njerëz edhe veprat e tyre, ashtu qysh e ka dëshiruar ai në kaderin edhe ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Pra këto dy ajete janë sekura, do thonë në surën Hujurat. Edhe këto po na sqarojnë disa çështje më rëndësi. E para është që këto dy ajete do thotë po e pohojnë se Allah subhanahu wa taala është ai i cili ka vepruar. Allah subhanahu wa taala është ai i cili vepron edhe ja bën dashur edhe ja zbukuron imanin muslimanëve në zemrat e tyre. Po pohojnë veprën e Allah subhanahu wa taala. Edhe gjithashtu po pohojnë se Allah subhanahu wa taala është ai i cili vepron edhe ja bën muslimanët të rryera kufrin, mosbesimin, gjunahet, mëkatet dhe mosbindjen ndaj Allah subhanahu wa taala. Tjetra është që këto ajete po sqarojnë se Allah subhanahu wa taala ka vepruar kështu, po me qëllim do thot ose ka vepruar kët për mirësisë edhe hirit që ka treguar ndaj besimtarëve, për mirësisë tina ndaj besimtarëve. E treta është se Allah subhanahu wa taala po tregon se ka vepruar në këtë mënyrë duke u bazuar në dijen e tina edhe në urtësinë e tina. Pra dija dhe urtësia Allah subhanahu wa taala kërkojnë që ai i cili ka vënë vepra të mira, Allah subhanahu wa taala me shpërblyj ato me të mira. Po do të më ashtu edhe më shumë të mirat e tina.
Ata ai cili është i mirë, Allah subhanahu wa taala i jep pi mirësive tina. E katërta është se këto ajete kanë bashku tri gjëra, do thotë që janë prej çështjeve prej gjërave përmes cilave arrihet kuptohet dëshira apo vullneti i Allah subhanahu wa taala kur ai do thotë dëshira e vullneti i Allah subhanahu wa taala në raport me veprat e robërve të tina. Pra në raport me veprat e robërve të tina, të cilat Allah subhanahu wa taala i ka paraqaktuar më herët. E këto tri gjëra janë mirësia e Allah subhanahu wa taala, është dia Allah subhanahu wa taala që i cekëm deri tash, edhe është urtësia e Allah subhanahu wa taala. Urtësia e Allah subhanahu wa taala. Mirë, e katërta në radhë është se Allah subhanahu wa taala ka treguar që mëshira e Allahut ja të i kalon ose ja të i kalon ose ja e mund hidhrimin apo zemrimin e Allah subhanahu wa taala. Çfarë është qëllimi me këto? Pa qëllimi këto është me sqaruar se kur ka dëshiruar Allah subhanahu wa taala ose kur dëshira e vullnetit e Allah subhanahu wa taala në raport me veprat e robërve të tina, po kur ka dëshiruar Allah subhanahu wa taala që robët e tina me vepru diçka, edhe ju ka dhënë leje, ato këtyre veprave të tina, atëherë Allah subhanahu wa taala këtu i kushton kujdes që nëse prej robët vijnë dy vepra, një është e keqe, me cilën do thotë e arrin zemrimin e Allah subhanahu wa taala, edhe tjetra është e mirë, me cilën e arrin mëshirën e Allah subhanahu wa taala, atëherë gjithmonë mëshira e Allah subhanahu wa taala ja të i kalon apo e mund hidhrimin apo zemrimin e Allah subhanahu wa taala. E këtë do thotë ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili thotë në hadithin që transmeton Tirmidhiu, inna Allaha hina khalaqa al-halq. Thotë vërtet Allahu në momentin kur i ka kriju njerëzit apo kur i ka kriju krijesat gjitha, thotë kataba bi yadihi ala nafsihi, e ka shkruar, e ka bë obligim edhe ka shkruar me dorën e vet. Thotë ka bë obligim vetes tina. Edhe ka shkruar thotë me dorën e tina. Thotë me dorën e tina ka shkruar Allah subhanahu wa taala, anna rahmeti taghlibu ghadabi. Thotë se mëshira ime e mund hizemrimin tim. Këto janë dy transmetime. Një është kjo që e cekëm, se mëshira ime, thotë Allah subhanahu wa taala, e mund zemrimin tim. Kurse një tjetër është që thotë ana rahmeti sabaqat ghadabi, që mëshira ime ja të i kalon zemrimin tim. Çfarë është qëllimi këto? Po Allah subhanahu wa taala këto po don në këtë hadith po tregon se mëshira dhe zemrimi i Allah subhanahu wa taala janë sikur në garë. Ton kur njeriu bën një vepër të mirë edhe një vepër të keq. Është sikur duke është, do thonë mëshira, kjo vepër e mirë, e cila ton rezulton në mëshirën e Allah subhanahu wa taala. Edhe kjo e keq, e cila rezulton në zemrimin apo hidhrimin e Allah subhanahu wa taala, janë në garë në vetë. Mirë, po gjithmonë do thonë mëshira e Allah subhanahu wa taala e kalon. Ja kalon zemrimet e Allah subhanahu wa taala. Apo e paraqet sikur me qenë luftë njëra me tjetrën. Edhe gjithmonë mëshira e Allah subhanahu wa taala e mund edhe e mbizotron zemrimin e Allah subhanahu wa taala. Pra nëse një besimtar apo një grup, një xhamat i besimtarëve bën një vepër me cilën e meritojnë shpërblimin dhe mëshirën e Allah subhanahu wa taala. Mirë, po gjithashtu e bën edhe një vepër tjetër, me cilën e meritojnë zemrimin edhe ndeshkimin e Allah subhanahu wa taala. Atëherë do thotë këto bin dash dy vendime të Allah subhanahu wa taala, a mi ndeshku apo mi mshiru. Mirë, po gjithmonë Allah subhanahu wa taala jep përparësi mëshirës tina. Po mëshira tina gjithmonë e mund zemrimin e tina. Për me ilustru më mirë këto është ngjarja që i ka ndodhur vetë shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në betejën e Bedrit. Po pasi që ka përfunduar betejë e Bedrit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shokët e tina i kanë zënë disa prej mushrikëve, prej paganëve rob. Atëherë do thotë kanë shirtuar çështjen mes tyre, janë këshilluar çfarë me vepru me këta rob, edhe e kanë pranuar dën shpërblimin. Thot para se më ardh prej Allah subhanahu wa taala leja ose lejimi që ata e kanë të lejuar me marrë dëshmërimin për robët e luftës. Do thotë ata kanë vepruar kështu para se më ardh leja prej Allah subhanahu wa taala. Pra ata i kanë bërë dy vepra. Njëra është e mirë, e që ka qenë Bedri, betejë e Bedrit, e cila do thotë është nda e vërteta pa vërtetës, haku pe batilit, do të ka triumfuar e vërteta ndaj pa vërtetës. Do që ka qenë betejë e parë, në cilën do thotë e vërteta është pas orës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e vërteta është ndesh me të pavërtetën dhe ka triumfuar vërteta. Pra nuk ka pas betejë më të madhe sa që Allah subhanahu wa taala
që ka në hadithin e pejgamberit sa ka thonë për pjesëmarrësit në betejën e Bedrit, veproni çka doni se këtej keni të falta deri në ditën kur do të vdesni. Pra vepër shumë e madhe e marr pjesë në betejën e Bedrit. Mirë po në të njëjtën kohë, do thotë është e ka vepruar një vepër e cila e kërkon ose rezulton në zemrimin e Allah subhanahu taala. Ajo është me bën një vepër ose më lejo vetes atë dëshmërblimin për rob të luftës pa ardhur lejimi prej Allah subhanahu taala. Për arsye se pejgambert e mëhershëm e kanë pas daluar me marr ploshkën e luftës. Pejgambert e mëhershëm e kanë pas daluar me marr ploshkën e luftës. Pra gjithë ploshkën e luftës e kanë mbledhur në një vend, pastaj ka ardhur një zjarr prej qiellit edhe ka shkatruar ato. Mirë po muslimanët e kanë marrë ploshkën e luftës edhe kanë marrë dëshmërimin për robët e luftës. Pra kanë vepruar një vepër pa ardhur lejimi prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allah thot laula kitabun min Allahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum adhabun adhim. Sikur mos kishin kjo vepër e juve e shkruar te Allah subhanahu wa taala. Pra Allah e ka ditë më herë që keni me vepru këto. Atëherë juve ju kish godit prej Allah subhanahu wa taala në ndeshkim i madh. Ju kish godit në ndeshkim i madh. Pra këto mirë po Allah subhanahu wa taala pastaj e ka vendos, do thotë vendimi i tij na ka qenë në bazë hadithit që ca komaret, që mëshira e tij na mi parapri apo mi te kalu zemrimet Allah subhanahu wa taala, prandaj ja u ka fal këtë gjëna, i ka mëshiru. Do thotë pejgamberi sa më shokët e tij na pse kanë bën këtë gjëna, edhe është vendos që në Islam është e lejuar me marr ploshkën e luftës. Në Islam është e lejuar me marr ploshkën e luftës. Prandaj Allah subhanahu wa taala thot fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban. Jo hani për asaj ploshkës luftës që keni marr, edhe keni halal. Do të është gjë që është e lejuar për ju, është halal, prandaj merrni ato dhe hanë si ploshkë luftës. Wattaqullaha inna Allaha ghafurur rahim. Edhe thot keni frikë Allahun, Allah është i shumë falës edhe i gjithë mëshirshëm. Mirë, mos më zgjat më shumë ajo që do thot me këto gjëra që do të merren në konsiderat sa i përket dëshirës edhe vullnetit Allah subhanahu wa taala kur ai vepron apo punon në raport me robët e tij apo me veprat e tij, edhe në raport me kaderin që ka caktuar për robët e tij, atëherë duhet me ditë se me këto katër gjëra që i cakum, çdo herë që në Kur'an përmendet dëshira edhe vullneti Allah subhanahu wa taala, do të veçohen edhe sqarohen me këto katër gjëra që i cakum arret. Pra para ishte el ilmu el hikme, dia dhe urtësia Allah subhanahu wa taala. E treta është el adlu wa adamu dhulm, drejtësia, dhe që Allah nuk i bën pa drejtësi askujt. Drejtësia, dhe që Allah subhanahu wa taala nuk i bën pa drejtësi askujt. Pra Allah subhanahu wa taala ka drejtësi absolute. Me këto gjëra do të gjithmonë do të veçohet ajo dëshira dhe vullneti Allah subhanahu wa taala që përmendet në mënyrë të përgjithshme në Kur'an. Prej tyre është për shembull që Allah subhanahu wa taala thot walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida. Sikur të kish dashur Allah subhanahu wa taala, sikur të kish dëshiruar, këtë njerëz të kish bënë fe. Këtë njerëz i kish bënë fe. Walakin yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Mir po Allahu e devion apo lën humbja atë që don, edhe uzon atë që don. Wala tusaluna amma kuntum ta'malun, thotë edhe ju gjithsesi do të pyetni për atë që do të që keni vepruar. Do të pyetni, do të merrni në pyetjet prej Allah subhanahu wa taala për atë që keni vepruar gjatë jetës juaj. Pra kaderi nuk është domethënia e kaderit Allah subhanahu wa taala që Allah ka zgjedhur për robët e tina me dëshirën dhe vullnetin e tina, do thot pastër apo me dëshirën dhe vullnetin e tina të pakufizuar. Ka zgjedhur për ta vepra edhe punë, e pastaj ka caktuar që ata mi veprua ato, edhe i ka imponu apo i ka detyruar që gjithsesi ata kanë vepruar, s'ka mundësi me dal prej asaj që Allah subhanahu wa taala e ka zgjedhur për ta. Kjo nuk është kuptimi apo domethënia e kaderit, që e kuptojnë disa. Mirë po gjallë do thot kader, do thot që Allah subhanahu wa taala ka paracaktuar për robët e tij vepra, cilat i kërkon urtësia Allah subhanahu wa taala. Pra ka paracaktuar për ta vepra, cilat Allah subhanahu wa taala ka ditë çka do të veprojnë ata. E pasaj urtësia Allah subhanahu wa taala ka kërkuar që me leju apo mos me leju veprimin e tyre. Pra Allah subhanahu wa taala ka ditë që ata çka do të veprojnë, pasaj pas soi dia Allah subhanahu wa taala ka treguar që
përmes urtësisë tina, ai do thotë ka leju veprimin ose ekzistimin e këtyre veprave. Mirë po, pe i kaderet Allah subhanahu wa taala ose pe këtyre vepra është, ose pe veprave që e kërkon urtësia Allah subhanahu wa taala është edhe veprat cilat Allah subhanahu wa taala i ka vepruar vet në raport ose si rezultat i veprave të njerëzve për cilat që thamë Allah e ka di çka do të veprojnë ata. Pra çka është qëllimi i kësaj? Pra Allah subhanahu wa taala po tregon që atij që don Allah subhanahu wa taala ja mbyll zemrën e tina. Mirë po kujna ja mbyll Allah subhanahu wa taala zemrën, edhe nuk e lejon më uzu, atij që Allah subhanahu wa taala e ka ditë që vet e ka zgjedh humbjen, edhe e ka merituar këtë humbje. Pastaj nëse dersi vazhdon ende, është ka të bëj edhe me, do thot ajo lidhja mes veprave të robërve, edhe lejen që Allah subhanahu wa taala ja jep, lejen universale apo krijuese që Allah subhanahu wa taala ja jep me ndodh këtyre veprave. E për këto inshallah do të flasim derset e ardhshme. Allahu alem wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.